Njëherë kam qenë këtu në Elbasan Arena, Ronaldon, i thash të bëj intervistë, më tha mu jo, dhe hante i mollë jeshile. Edhe i thash unë, futboliste më dhe i thash për të ngasmuar Gjergji, i thash unë duhet t'japin dhe intervista, i thash unë. Nuk do t'ikin kështu. Ronaldo kam takuar në 2008 në Braga, lunë të Portugalia me... Pit kafe? Jo, kafe nuk pit, por intervistë bëm një ditë për parandeshjes. Ai në fakt bëm një change, sepse ishte një vajzë që ishte nga televizioni portugez. Edhe ajo më kërkoi mua një intervistë me Lorik Sanën, se Loriku atëherë ishte on top. Unë kërkova një intervistë me Ronaldo dhe bëm një change, si themi përpara. Me dy kapitenëve të dy skuadrë, ne barazuam 0-0, që për ne ishte si një fitore, pastaj një mbrapa. Dhe pjesa më e rëndësishme ishte se si do faktohej, se unë punoja në gazetë atëherë dhe nuk mjaftonte vetëm një email dhe ne bëm një fotografi me gazetën e ditës. Fotografia me gazetën e ditës ka qenë një fakt asë kohë që pra që t'jen koreale, se sot të duket si një gjë e pabesueshme se si mund të faktosh një gjë, pa asë kohë s'kishte as WhatsApp, as online, as rrjetet sociale, as gjë pra. Ishte viti 2008 edhe, okej, Ronaldo atëherë ishte në kulmin e vet, sapo kishte fituar Champions League me Manchester United. Na thaj që shihoni stadiumin e Bragës, stadium shumë i bukur. Po, të shkëmbi aty. Me shkëmbimeve. Ti nuk e qenë në Portugali, jo, erdhe vetëm në Budapest së kohë. Në Portugali s'erdha, sepse u mërzita që u rrafëm në... Po, në Budapest, edhe në Portugali, ishim në Guimaraes, edhe në Braga, barazuam 0-0. Ka dalë Teli me karton të kuq, madje 20 minutë 25 dhe kemi mbajt rezultatin 0-0 dhe Ronaldo ishte shumë nervoz gjatë gjithë ndeshjes për hir të vërtetës. Si ka shënuar asnjëherë Shqipërisë Ronaldo? Nuk pagova për... Asnjëherë si ka? Po, asnjëherë nuk ka shënuar, por nuk pagova për fotografinë. Okej. Gjave... Mund ta bëjmë me Photoshop ose me... Tani që do të bësh, tani nuk i kanë bërë... Si ishte 100.000 euro paguante Messi? Po, vjen tani lajm direkt. Do dalesh me tua. Po dhe unë mendoj që ai nuk do t'i pranonte lekë, është vërtet. Po shiko, nxjerrim çik me që akoma nuk kemi gol, nxjerrim çik travelling, me që jemi të udhëtimet, ndeshjen po shikojmë 0-0 është, akoma nuk po bëhet diferenca, po. Gjergj, i sekond vetëm, jemi, se kemi një surprizë bukur pak më vonë. Kjo verë fillon me Allianz Travel. Shihoni pushimet pa rrushme të garantuara nga i staf profesional dhe i certifikuar, me një eksperiencë me 28 vjet në fushën e turizmit. Allianz Travel ju ofron destinacionet më të bukura dhe më të kërkuara. Paketat personalizuara për çdo udhëtar, për çifte, familje dhe grupe me çmime konkurruese. Eksploroni botën dhe zbuloni vendet më të bukura të Europës, Turqisë, Azisë, Afrikës, lindjes mesme dhe çdo skaj tjetër të globit. Bëni zgjedhjen e dur duke zgjedhur Allianz Travel, partnerin ideal për shijuar pushimet e ëndrave. Na gjeni rrugën Mine Peza për Bri Kafe Florës. Mos harrojmë, e dim që Kafe Flora këtu, vetëm 30 metra, Allianz Travel. Super bileta aty. E ke vajti besoj. Patjetër. Kur shkosh tani do i thosh jam nga Megasport, ke edhe bëjnë ulje ata. Vetëm emrin thuj të emisionit.